shkoj te ylli për këtë rathin, qëre mos thoni jo lagjen ton, nuk është lagja jame rathi, as nuk është lagja jame kjo vite bala që në bot dhe në muzej atje, dhe në kompleks memorial. As nuk është lagja jame kjo, ka dale, as varrezët që lagja jame që i pastrova sot, kret na për tokën konë. Edhe këto kemi me rregullu. Te ylli si që shikoni afër Sopnis jemi diku. Afër Shirokës e Sopnis. Tu a palma, a lula. Gjithçka jo marrë me velen. Ashtu si që kemi premtu, do realizojmë edhe planin me rregullu edhe rrethin. Në Krusha aty ku ndodhet fata Ukshin Hotit. Po edhe mërgjimtarët e Gjermanisë me Sefer Shalin i kanë të butë do pare, ata kanë dëshirë edhe një shtyllë të madhe me flamur, si që është në Prizren e në vendet tjera. Edhe ato besoj që do rregullojmë, do të me thjerë jeton mbi 200 mjashtë një kablët, dritet ja vendosin lartë për kamera, ndashin policia tani me qitë, se ato zgozoj me qitune, mujnë me qitë, shtyllën e ka marrë për sipër me rregullu kujshia që mirët me inoksa me Said Doraku. Edhe që gradualisht do të bëhet mirë. Mi pas tonë dikuna para luftës, që ky vend në Kosovë, kishin thonë ikë, ma përbona i gari e ka rranë. Po sot di gjeni edhe në Kosovë. Çka ka në perëndim, kanë dalë njerëzit, kanë pa oborët rregullune, kanë pa rrugë të pastra, e kanë marrë të mirën, e kanë sjellë Kosovë sot me hina për oborët shqiptarëve, i gjanë pastër, i gjanë bukur, vetëm duhet vetdia edhe jashtë oborëve edhe për pronë publike më kujdes, qysh e konsiderojnë pronën publike në shtetet perëndimit si të veten, edhe këtu duhet marrë edhe që ajo mirë, që e mentalitet që shumë mërgjimtarë këto me kajnë. Për shembull, ham diçka rrugë, me një çokoladë apo e shtin në xhep, e shtin nuk e hudh në tokë. Këtu thash, na bjen një projekt ylli, na i nxerrëm ato atje, i bëjmë gati. Që liria që na ka mundësue. Palmat në Kosovë. Këmbej është klima ma nxehtë, heqet edhe i kofi, si që ka para po edhe Ukshin Hoti, edhe ka para po kryeqytet më bëha Prizreni. Thot, kështut, citoj Ukshin Hotin në gjyq që e ka thonë 94-ën. Populli shqiptar duhet ndeshet me fatin e tij historik dhe pa dyshim në çfarë do mënyre do ta bëj. Dhe kryeqytet do të jetë Prizreni, pasi i takon historikisht shqiptarëve, si histori prej lidhjes Prizrenit që mbajt, edhe gjeografikisht ndodhet mesin e trojve shqiptare. Rrugën Kotini Magjistrala e vjetër, Prizren, Ferrand.